Zoti Mediu, në momentin e parë që lexuat reagimin e ambasadës amerikane ditën e djeshme, çfarë menduat? E para kjo dhe s'duat ju ndërpres më, po ju bëj dhe pyetjen e dytë. Pse kaloi në personale debati me zotin Tauland Balla sot në kuvend? E para njërë, ku lexova deklaratën, padyshim që erdha në shqetësimin e njeriu për një situatë alarmante ngritur nga ambasada, e cila nuk vepron në mënyrë spontane, por vepron në shërbime inteligjente dhe struktura e sigurisë amerikane. Dhe ajo që është më e rëndësishme bëhet fjalë për situatën në Shqipëri. Dakord? Dhe kjo padyshim më krijon ndjesinë që duhet patjetër Shqipëria të di se ku është. Duke lexuar reagimin e sotëm, jam tërësisht në bindjen që ata përpiqen të bashkëpunojnë me qeverinë shqiptare dhe institucionet shqiptare për të garantuar sigurinë. Por, nëse Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës merret me sigurinë e Shtetit Amerikan, qeveria shqiptare dhe institucionet shqiptare kanë detyrimin sipas kushtetutës që të merren me sigurinë e qytetarëve shqiptar. Dhe nuk është vetëm çështja e sulmeve balistike, por është çështja e akteve subversive, akteve të cilat cënojnë infrastrukturë kritike apo jetën e qytetarëve shqiptar të cilat kanë pasoja të pakthyeshme. Dhe jam dakord me zotin Cipa, edhe me që këto sulme kibernetike që janë bërë, na janë reflektuar vetëm pasi, do të thonë, ne kemi marrë vesh. Ne nuk mund të presim që të ndodhi një fakt i rënd dhe pastaj të reagojmë. Po ju jap një fakt nga eksperjenca ime personale, meqenëse do duket sikur do të thonë, po përpiqem do të justifikoj diçka tjetër. Përpara se të antarësoj Shqipëria në NATO, së bashku me drejtorin e shërbimit informativ të ushtrisë, kolonel Jusni Gjergjin, kemi qenë në drejtorinë e inteligjencës NATO-s në Bruksel, e cila drejtohej nga një përfaqësues i Shtetit Bashkuar të Amerikës, gjithmonë kanë qenë ata që kanë drejtuar. Ku na është dhënë një paralajmërim që duhet kishim kujdes nga ndonjë ngjarje jashtëzakonshme që mund ndodhte në Shqipëri. E njëjta gjë është përcjell nga nën drejtoresha drejtori i shërbimit informativ të ushtrisë. Dhe këtë gjë ka deklaruar dhe zoti Gjergji. Dhe ne kemi çuar atëre institucionet shtetërore dhe shërbimi informativ kombëtar pikërisht të shqetësim të ngritur nga NATO. Nuk pati asnjë reagim. Pati ngjarje, ka pas ngjarje, ka qenë ajo e lidhur me këtë pretendim ose jo, kjo është një çështje që vlen për të analizuar. Por unë nuk mendoj që Shqipëria duhet të mësohet me të keqen dhe jetetoj në një paqe të rreme, në një kohë që përpiqet dhe krijon raporte të ndara diplomatike, qeveritare, edhe nga pikpamja e sigurisë të qarta me shtetin e Iranit, dakord? Dhe shteti i Iranit ka pas një interes të qartë që ta zgjerojë gamën e konfliktit drejt vendeve të cilat ka pas marrëdhënie jo konfliktuale, me skuzimin që do të thonë janë në marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç ka qenë Katari, Emiratet Bashkuara, Omani apo edhe Arabia Saudite. Kanë goditur një bazë ushtarake në Qipro. Ka pasur probleme në Turqi. Atëre, çfarë duhet bëjmë ne? Duhet rrim edhe të presim, vetëm edhe një herë, çështja e sigurisë kombëtare nuk është monopoli kryeministrit. Është një veprim ndërinstitucional, ku përfshihet dhe kuvendi i Shqipërisë. Dhe që kuvendi i Shqipërisë të zhvlerësojë veten e vet në mënyrën siç e bën, në një qëndrim tërësisht absurd, do në vetëm tek ne ndot, sepse është kthyer vasal i kryeministrit, i cili me mesazhe i thot si Tauland e tjerëve çfarë duhet të flasë. Debati me Ballën, pse? Po them tek çështja pastaj. Atëre, unë nuk kam bërë asnjëherë debate personale, as nuk jam marrë me çështje sulmesh personale. Por një nga gojët e liga në kuvendin e Shqipërisë dhe do të thonë të pista, padyshim që është Tauland Balla që put dorën e çdo drejtuesit Partisë Socialiste. Ajo që dua të them është një gjë që ta sqaroj për opinionin tuaj, por edhe për ata që kanë vesh që duhet dëgjojnë. Që unë kam pas bindje që procesi që është hapur Kashime ka qenë si presion politik dhe i ndërtuar politikisht për vite e vite me radhë, në kundërshtim me vendimin e gjykatës lartë, në kundërshtim me vendimet e gjykatës deri në gjykatën e lartë të vitit 2019, apelit e tjerë që e kanë konsideruar këtë një çështje të mbyllur, në kundërshtim me parashkrimin, këtë do të thonë e kam pas dhe e kam bindje që është hapur politikisht. Për më tepër, duhet ju të sqaroj edhe një gjë. Është e turpshme që një drejtues i një grupi parlamentar, i cili ka padyshim tentakulat e veta në drejtsinë shqiptare, të pretendojë që unë akuzohem për vrasje. Unë nuk akuzohem as për vrasje dhe as për shpërtimin gërdec. Dhe ky është vendimi i SPAK-ut dhe i gjykatës që unë gjykohem. Qofse Tauland Balla ka në informacion që unë pas ka marrë pjesë në një vrasje, le ta çoj këtë akuzë në SPAK dhe le t'i përgjigjet do në drejtësi ashtu siç është. Këto lloj abuzimesh nga njerëz të cilët nuk kanë as karakter, as principe politike dhe nuk ecin në interes të vendit, por në shërbim të qëllimeve të pushtetit, do të thonë padyshim që unë jam përpjekur t'i lë më njanë. Por dua ta theksoj edhe një herë, të qartë dhe të prerë, që kjo që po ndodh në Shqipëri është një gjë e cila duhet ta bënte Tauland Ballën dhe çdo deputet të Partisë Socialiste dhe kryetarin e kuvendit të mendojë se kush është roli i deputetit.
Roli i deputetit nuk është veshur si përfaqësues i popullit nga interesi i sigurisë kombëtare. Kryetari i kuvendit është numri 2 në protokollin e shtetit, pavarësisht nga vlerësimi që i bëhet. Presidenti është numri 1 dhe pastaj vjen kryeministri. Dhe këto janë institucione të cilat duhet të diskutojnë për çështjet e sigurisë kombëtare. Nuk mundet që Kuvendi i Shqipërisë të jetë i përjashtuar nga këto diskutime, qoftë edhe për të marrë informacionin, që një çështje të mos kthehet në debat politik, por të jetë një debat racional, sepse nuk duhet të kalojmë kufit që çështjet e sigurisë kombëtare dhe të interesit kombëtar t'i kthejmë në një debat politik. Po për t'ju dhënë përgjigje juve, unë nuk mendoj që as ja vlen që unë të merrem me Tauland Ballën dhe sjelljen e tij. E vetmja gjë që nuk kam pranuar sot në seancë kur fliset Tauland Balla është më flas sikur është presidenti i Republikës, sikur është kryetari i kuvendit dhe sikur është kryeministri i vendit. Ai s'ka asnjë tagër për të ketë informacionin për çështje sigurisë. Në qoftë se institucionet e sigurisë nga kryeministri apo institucionet tjera dhe shërbime inteligjente i kanë raportuar Tauland Ballës, ky është fundi i shtetit shqiptar. Falenderoj shumë për kohën, zoti Mediu. Faleminderit ju. Edhe të përshëndes. Faleminderit shumë për të gjitha përgjigjet, qoftë për sigurinë e vendit, po ashtu dhe për debatet në kuvend.